Temperaturat e ulta kanë përfshirë jugun e vendit gjatë orëve të fundit, duke sjellë një situatë të pazakontë për zonën bregdetare të Vlorës. Në zonën malore të Llogoras, termometri ka zbritur gjatë natës deri në -6°C, duke shënuar një nga temperaturat më të ulta të viteve të fundit. Kjo rënje e ndjeshme e temperaturave është reflektuar edhe në qytetin e Vlorës, ku në orët e para të mëngjesit është regjistruar -2°C. Si pasojë, në disa zona të qytetit janë krijuar ngrica, sikundër po ndiqni kështu edhe nga pamjet në ekran. Qytetarët e Vlorës janë përballur me një të ftohtë të pazakontë për këtë periudhë, duke u detyruar të vishen me rroba të trasha dimërore, ndërkohë që rrugët dhe trotuarët në zonat periferike kanë qenë edhe të rështitshme për shkak të akullit të krijuar gjatë natës. Më të prekur kanë qenë të moshuarit dhe fëmijët, të cilët janë këshilluar të shmangin edhe daljet e panevojshme, qysh në orët e para të mëngjesit. Sipas të dhënave meteorologjike, në të paktën 3 vitet e fundit nuk janë shënuar temperatura kaq të ulta në qytetin e Vlorës, çka e bën këtë ditë të cilësohet si një nga më të ftohtat e viteve të fundit. Ekspertët e motit theksojnë se kjo situatë lidhet me masa ajrit të ftohta që kanë përfshirë territorin e vendit, veçanërisht në zonat malore dhe bregdetare të jugut. Ndërkohë, kushtet atmosferike kanë ndikuar edhe në gjendjen e detit. Këtë të ëndë, deti ka qenë i egërsuar me dallgë të larta, duke krijuar një spektakël natyror përgjatë bregut të tij. Dallgët që përplaseshin fuqishëm në brigje kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe atyre turistëve të paktë që ndodheshin në zonën bregdetare, duke ofruar pamje mbreslënëse në kulmin e dimrit. Në këto ditë qytetarëve u bëhet thirrje të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në zonat ku janë krijuar ngrica, si dhe drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor për të shmangur aksidentet. Pashtu rekomandohet që banorët të mbrojnë tubacionet e ujit nga ngrirja dhe të kujdesen për personat më të ndjeshëm ndaj të ftohtit.